Ajo ka krijuar tashmë një imazh të fortë si një vajzë pa komplekse e cila nuk shqetësohet shumë për opinionet apo mendimet e të tjerëve. Është një aktore, këngëtare dhe autore këngësh. Me një stil ekstravagant dhe joshës, Rozana ka arritur të bëhet shumë e dashur për të rinjët. Rozana ka nisur të këndojë krejt rastësisht, e nxitur nga xhaxhai i saj, kantuatori i njohur Francesc Radi, të cilit i nevojitej një vajzë e re për kuriste te kënga Mora Mandolinën. Zëri i saj ishte i papërpunuar dhe vajzës bukuroshe ju desh jo pak punë për t'ju përshtatur skenës së madhe. Por hap pas hapi, Rozana arriti të shndrohej në një këngëtare profesioniste me një zë të veçantë dhe një interpretim me shumë klasë. Ajo ka mbaruar studimet e larta për dram. Rozana Radi lindi me 6 korrik të vitit 1979 në një familje shqiptare në qytetin e Tiranës. Radi ka publikuar disa këngë të suksesshme në Shqipëri, si dhe ka bashkëpunuar me disa artistë të njohur shqiptar. Së bashku me reperin Noizi, ajo ka publikuar 2 këngë me të cilën u përfaq se kishte edhe një raport intim. Në vitin 2009, Radi përformoi në këngën Magjike, ku përfundoi e 10-ta me këngën Femër dhe mori çmimin për stilin më të mirë të kënduarit. Një vit më pas, përformoi në këngën Magjike 2010 me Ramadan Krasniqin. Në vitin 2011, ajo hyri në garë për të tretin vit radhazi. Këtë herë, ajo mori pjesë me reperin MC Kresha. Ajo kishte qenë në një marrëdhënie me reperin nga Kosova. Ata u ndanë në vitin 2012. Në vitin 2013, Radi mori pjesë në këngën Magjike me këngën Bekim. Ajo arriti në finale dhe përfundoi në vendin e tretë. Në vitin 2016, Radi përformoi në këngën Magjike me këngën Ma thuaj ti, të cilin e ka shkruar vetë me Elge Dodën. Ajo kaloi në finale, ku pas votimit doli fituese e konkursit. Rozana Radi, brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ka folur për jetën e saj private. Ajo ka pranuar se është në një lidhje dashurie prej më shumë se 10 vitesh. Por kush është Shpëtimi, partneri i artistës? Shpëtim Karakushi dhe Rozana zyrtarizuan lidhjen disa vjeçare me fejes në vitin 2018. Rozana pohoi se i dashuri i saj është oficer policie. Pas buzëqeshjes dhe triumfeve në karrierë, tek Rozana Radi fshihet një jetë me dhimbje dhe humbje të mëdha. Teksa ajo rrëfeu përjetimet më të dhimbshme të jetës së saj dhe foli për humbjen e prindërve, si dhe përpjekjet e saj për të pasur një fëmijë, këngëtarja zbuloi se ka kaluar disa shtazani të dështuara. Pas këtij rrëfimi prekës, Rozana u dërgua në Storm Arena, ku e priste një surprizë emocionuese. Një letër nga partneri i saj, e lexuar nga moderatori Ledion Leço, përçoi mbështetjen e pakurrëzuar që ka ai për të. Ti më mund bindshëm me fjalën, por sot më takon mua të shkruaj. Ne kemi mbështetur njëri tjetrin pa kushte. Shihemi pas festës, shkruaj në letrën e partnerit të saj. Në një moment plot ndjenja, Rozana premtoi se nuk do të dorëzohet në ëndrrën e saj për t'u bërë nën, dhe unë ja premtoj që ne do të bëhemi prindër, sido që të jetë, tha ajo. Produksioni Big Brother VIP i premtoi Rozanës mbështetje të plotë për trajtimet e nevojshme mjekësore. Me shpresë të madhe, mbase vitin tjetër do më vinë një mesazh nga ty që do të më thotë: "Hey, ja dalëm", tha Ledioni.